në 2010, në natën 27, që shpresoj shumë të këtë qenë nata e kadrit, në telefonën Haxhi Skender Krasniqi, pronari kompanisë të materialit ndërtimor edhe ndërtimit të lartë për parimi, edhe më thëtë Haxhi Skenda, Hoxha Fadil, thëtë ka po gjinde, është masë nata 27 në shpi zakonisht, edhe sot asaj ditë e praktikoj, atë natë rezervoj për ma të dashër, për familjen e ngusht, dhe kam një lejmë, se na fillum aksionin në mesgjid për me mbledh mjetet për me mbledh tokën, para 2-3 dite. Edhe në start të bënë një 40.000 ose 50.000 parafërsisht. E tha, dëgjova për aksionin, tha isha në xhami, po tha, vazhdo tha me mbledh mjetet për ndërtim xhamis. Thash Haxhi njerë, thashtë e bën një troll dikun. Ashe po shohëm që kënej në disa pjesë, jo shumë të përshtatshme, sepse si të pjerta, kështu po pa ma lirë edhe thejshëm me akomodojnë disi. Edhe asynojshëm me bënë një mesgjid një xhami për një 500 vetë. Ta shtu të me qenë realist, që s'kish hapësirë ma shumë. E tha, jo tha, ajo tha po kryet me emën Zotit sonte, tha, unë e tha jam këtu tha me nëndën, me vëllon, me motrat, edhe tha vendosëm që këtu nëllë kryq, që me pas lyp në ashtu, ose bashkëtjes tome se kishtë lyp bashkë aty në qender, ku kjo dhe kryq i bashkan 3 lagje, bregun e diellit, dhe lanin edhe matin e. Edhe këtu është e depoja e kompanisë ndërtimore për parimi, edhe tha të 10 ari prej sonte, tha, janë vakaf, tha, për muslimant. Që bonin 20.000 euro? Jo, 500.000 euro bonin. 500.000. Po, edhe nuk e epke, se kishte oferta pe i bankave, edhe kishte pe i njerëzve që i kanë thonë, po ti epja bankës, e pas ta epja këtyne 100.000, 200.000, le të blejnë të tokën dikun tjetër. Mirë pa, ishte insistus, edhe Zote ka përzidh, për ata edhe e lakmaj edhe një farforme e gjelozoj që ka bo këtë sakrific, edhe e ka thonë, jo, këtu po duhet xhami me pas. Edhe, elhamdulillah, e publikova natën 27, edhe emocionova dhe ja dhash mikrofonin Haxhi Skendës, e burri madh me trup, një 90 ku disa është, edhe komandant lufte, i plagosën lufte, i ka dhe ende plumbat në trup, e muraj po, i pavoqeshëm fillu një dritë buzët edhe durët, edhe marrë mikrofonin. Masandej pa ta thonë, a peshe që se kem letë kuku, tha. Kuku po shtire kishi, këta po ta këshu shingojnë. Edhe paramendo sa ka pas 200-250 gjemat atë. Paramendo me qënë sëtë para 2-3.000 gjemat i shamë. Edhe prej aty pastaj rrëdhën gjanat për sëmbari, po kemi pas sfida, kemi pas pengesa, që ne kanë shoqëruar, po e mira është që shpejt arritëm, edhe pse inspektorati punës vishin shpesh, po punoj shumë heret me mëngjes, punoj shumë mbrëmje, çdo me dielle, edhe arritëm podrumin me krye, e pastaj e bënëm edhe katin për dhes, një 500 metra katror,